Te çështja e kandidatit të LDK-s për kryeministër, ndonse e hapa diskutimin, nuk zgjati shumë. Ishte diskutim I shkurt. Kryesia e LDK-s e konsideron se përderisa ka kryetar partie, nuk ka nevojë të ketë kandidat tjetër për kryeministër, prandaj më nominoj si propozim për këshillin e përgjithshëm që të jem kandidat për kryeministër kalor të LDK-s. Në këtë pikë unë mora autorizimet që më takojnë dhe si kryetar, por I konfirmova këto autorizime që të përkryoj listën, hoqa dorë nga drejta ime për të bërë renditjen e listës, pra kur të bëhet renditja, ta keni qartë se do të jetë një grup më I madh njerëzve që të bëjnë renditjen, në mënyrë që mos të ketë pakënaqësi se kush u përpara, kush më mbrapa. Dhe diskutuam dhe për çështje tjera sa për këtë bashkëpunimeve me aktet ndryshëm politik. Fjalën kam edhe për prurjet e reja brenda LDK-s, por edhe për përfshirjen brenda listës së LDK-s në aktorëve të tjerë. Themi se LDK-ja ka vendosur sot në kryesi që në këtë garë do të garojë vetëm, pra vetëm si LDK, por që brenda listës së LDK-s do të zhvillojë diskutime me potencialisht individ aktor ose edhe parti politike që mund të jenë pjesë e listës së LDK-s. Pra, gjitha diskutime që kemi pasur deri më tani në këtë vendim të kryesisë kanë hapur rrugë që të përfshihen në një listë të madhe përbashkuese të LDK-s në përgarë nacionale, dhe besoj që ky momentum I mirë I lidhjes sonë duhet që bëj për afrim të tjerëve në një listë të përbashkët. Prandaj nga mbledhja e kryesisë, unë si kandidat për kryeministër I nominova nga kryesia e LDK-s, shtroj ftesën e përbashkimit për gjitha partitë e tjera që duan dhe do të garojnë brenda listës së lidhjes demokratike të Kosovës. Ky është një momentum I ri politik, I cili hap dyert parafruesit të LDK-s, e vendos LDK në një pozicion më përtejmë prej bazës së vet. Strukturat tona partijake e kanë të qartë që me dëshirë ne jemi parafrues, kemi rol shtetar shumë të madh, prandaj do të punojmë këtë drejtim të përfshijmë sa më tepër aktorë në listë, përfshirë dhe jashtë politikës aktuale. LDK-ja do të kujdeset që një pjesë të listës së vet ta hap për partitë të tjera, përfshirë dhe zotin Limaj me deputetët e vet. Për këtë çështje do zhvillojmë bisedime në ditën e vijim, por le të themi se kemi gatishmëri. Siç kemi gatishmëri edhe për partitë të tjera, Demokratianët, Partinë e Drejtësisë, Aleancën e zotit Pacolli, I cili mos është aktiv në detyrë, por që me cilin kemi pas bashkëpunim të mirë. Pra, ne jemi të hapur dhe për parti, por dhe për individ. Por edhe individ që dojnë garojnë në listën e LDK-s, duke ngritur LDK-n, ta ngrisin një alternativë kundrejt populizmit me të cilën po përballemi gjithë. Besoj që është moment historik I mirë për LDK-n, siç e keni parë momentumi I mirë politik I juni konfirmohet se gjithë e shohin LDK-n si partner, gjithë e shohin LDK-n tani edhe si platformë në cilën duhet të shtojnë individëve. Prandaj jemi të lumtur dhe na takon si përgjegjësi ta shtojmë këtë bashkëpunim me Kolimire. Por për këto informacione do të njoftoheni në ditën e vijim, por kryesia e LDK-s ka votuar në këtë drejtim që t'i hapim diskutimet për të siguruar vende brenda listës së LDK-s, brenda shkronjave dhe siglës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse koha për koalicione ka kaluar dhe LDK nuk preferon koalicione të tilla, por është e gatshme të ndërtojë partneritete për një sfidë përbashkët që kemi tani. Mirë, do bëni Radio Tugaxhini, zotëria Dixhiku, sa I përket të koalicioneve pas gjadore, ndonse është ndoshta herë të flitet për këtë çështje, por në parim LDK a ka ndonjë vit të kuqe në ndonjëra nga partitë politike dhe a shihni ndonjë gjë që rezultati 28 dhjetorit të mos prodhojë një blokadë, siç prodhoi ai I zgjedhjeve të shkurtit. Le të punojmë që mos ketë rezultat të njëjtë I cili më pas dërgon në blokadë. Por tani po shihni që po përballemi me një regjim jo demokratik, I cili qëndron në zyrën e shtetit pa legitimitet qytetar, I cili është gjendje të blokojë qytete, përfshirë dhe kryeqytetin siç e ka bllokuar sot, I cili është gjendje mos respektojë asnjë vendim gjykatare, as kushtetuese, as supreme, I cili mendjen e ka në blokadë, bllokim e sabotim, por alternativa bësh gjithë këtë përpjekje, në fund të legjitimosh një gjë të tillë kish më qenë gabim I pafashëm. LDK-ja është alternativë te populizmi I rëndësishëm. Duhet ta përballim me plot gëzim, pa frikë për atë çfarë përfaqësojmë, të rënojmë narracionet populiste të turta të akuzave të tradhtarëve të patriotëve e kështu me radhë, sepse para vetës kemi fatin e Republikës, para vetës kemi fatin e gjeneratave tona, para vetës kemi fatin e familjeve kosovare dhe kemi shumë punë për të bërë
për të larguar vetën nga zyrësia të nëshme që kemi. Ne do të ndjekim një rezultat sa më të mirë për DDK, në mënyrë që DDK të jetë udhëheqësi i qeverisë së Bashkimit të Republikës Kosovës. Partneritetet duhet të shërbejnë me këtë qëllim, pra kush e përqafon programin tonë politik, po para përqafimit programit politik, na duhet vota qytetarët e Kosovës. Në demokraci ne respektojmë mendimin e qytetarëve të Kosovës.